Miq të respektuar të emisionit dritare, mirë se po shihemi sërish. Uroj t'jeni duke kaluar qaste të mira të agjerimit. Me mysafirin e sotëm, sociologun Ferdi Kamberi, kemi zgjedhur të flasim rreth një fenomeni që i karakterizon shqiptarët ndër vite. Do të flasim për bashkëjetesën fetare në Kosovë. Zotri Kamberi, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, mirë se u gjej, përshëndetje për gjithë teleshikuesit që na ndjekin në këto qaste. E vlerësojmë lartë prezencën tuaj në studio ditën e sotme, është ditë agjerimi, jemi të vetëdijshëm. Ju urojmë një herët edhe muajin e shenjtë Ramazanit. Faleminderit, urime edhe për juve dhe gjithë besimtarët musliman. Në fakt, nëse më lejohet me u lidh, ndoshta me pikat të shkurta dhe me çështjen e agjerimit, është një prej komponenteve të rëndësishme të Islamit si religion, ndërsa si agjerim ka ekzistuar dhe ekziston fakt edhe në religione tjera, mirë po ajo që është e rëndësishme tek agjerimi është si komponent, është edhe komponent sociale për shkak se gjatë këtij muaji përveç aspektit të stopimit ose ndaljes, ngrënies dhe të pirjes nga vetë muslimanët, ky muaj ka një element tepër të rëndësishëm kuptimin e fuqizimit kohezionit social në mes të besimtarëve, sidomos mënyra se si shtrojnë tavolinën e bukës, si mbledhmi duke prit iftarin, dhe kjo ka një rol tepër të rëndësishëm po ashtu. Të çështja e Ramazanit është edhe një çështje tepër e rëndësishme për shkak se gjatë këtij muaji njerëz ndoshta e kanë një reflektim ndoshta më të madh në raport me muaj tjera, sepse i pasuri solidarizohet me të varfrin edhe në një farë mënyre e sheh edhe ja kupton edhe ato gjitha brengat dhe njëkohësisht edhe koncepti psikologjik i altruizmit është shumë më i madh në këtë muaj se sa në muaj tjera, gjë që e dallon këtë muaj, si dhe i jep një lloj përkatësie tjetër sociale në raport me muaj tjera. Faleminderit shumë. Shumë e rëndësishme që e përmendet pak edhe rëndësinë e muajit të shenjtë Ramazanit, duke qenë se ka ndikim gati në secilën fuq. Zotri Ferdi, ekziston debat i gjerë rreth emërtimit të këtij fenomeni që do ta diskutojmë sot. Ka debate rreth asaj se a duhet të cilësohet si tolerancë, si bashkëjetesë, si bashkëpunim e të tjera. Si mendoni ju, si e vlerësoni ju sociologjikisht këtë çështje? Po në fakt këto terme të cilat vetëm unë nënvizuar nga ana ju janë terme të cilat kanë zgjuar dhe interes nga vetë komuniteti sociologëve, por edhe nga studime tjera relevante sociale, të cilat i kanë kushtuar rol dhe rëndësi. Toleranca apo bashkëjetesa janë pak a shumë sinonime të njëjta, mirë po kanë edhe gjana të përbashkëta, por edhe gjana të ndryshme. Për mu, toleranca është një term i cili është më i gjanë se bashkëjetesa dhe që përfshin ndoshta një lloj qëndrimi moral dhe publik ndaj një diversiteti, kulture të ndryshme, dhe të jesh tolerant do të thotë që të provosh, të jesh tolerant do të thotë që të respektosh të bindjet e tjerëve ashtu siç janë. Kultura të ndryshme, fetë ndryshme, orientimet ndryshme të njerëzve, qofshin ato ideologjikisht, politikisht e tjera. Dhe në një ose tjetër mënyrë toleranca është që thjesht me akceptu, me pranu tjetrin, me ato vlera, ato atributa, ato cilësi, ashtu siç është termi tolerancë, dikun ka lind në shekullin 16 dhe nëse i referohemi sociologut famshëm Habermasi, toleranca ka të bëj me pranimin e tjetrit në mënyrë paqeje. Ndërsa bashkëjetesa, që për mendimin tem është ekuivalente edhe me teoritë ndryshme dhe ndoshta neve si shqiptar na shkon më shumë për shtate bashkëjetesa, është term që i referohet përveç aspektit ose respektimit të tjerëve, bashkëjetesa fetare i referohet edhe martesave të përzime, sepse ne si shqiptar
përveç aspektit fetar, dhe me thonë që janë konfesionet të ndryshme, është një lloj multikulturalizmi i cili është në fakt thesar dhe vlerë e çmuar dhe njëherët është një trashëgimi kulturore e madhe e cila dhe me thonë është trashëgu brez pas breze dhe kjo falë rilindjes kombëtare të cilët me zellën dhe promovimin dhe punën e tyre kanë bërë deri më sot, del që dhe me thonë të shqiptarët ka edhe martesat përzime që gjë që edhe sot janë të pranishme dhe vazhdojnë dhe kjo tregon një farë mënyre edhe për atë vlerën dhe thesarin e madh që është në këtë mozaikun e përgjithshëm të kombit shqiptar. Megjithse nuk merret si diçka e mirëqenë apo jo? Po tash varet edhe prej kontekstit shoqëror sepse debatet cilat janë zhvilluar në këtë drejtim ka pro e të kontra, por në përgjithësi, dhe me thonë, teoritë të ndryshme, libra të ndryshme, një prej tyre është edhe rrugtimet e Dit Durkhamit, për shembull, e cila shpjegon dhe fokusohet sidomos tek puna e bashkëjetesës dhe promovimit të tolerancës fetare, ku tek libri Brengat e Ballkanit vetëm po e citoj, thekson që një shqiptar musliman, domethënë, i vret 10 turqe musliman për një shqiptar katolik dhe një shqiptar dhe me thonë ortodoks ose i krishter mund të vret 10 grek për një shqiptar musliman. Pra tregon atë aspektin një farë mënyre të tolerancës dhe të bashkëjetesës dhe martesave të dhe me thonë që kanë qenë prej asaj kohe e deri me sot. Pastaj mos të harrojmë se një prej kolozëve të mëdhaj që ka qenë, dhe me thonë, është edhe Molla Idris Xhilani, i cili me një thanie ti thot, vërtet thot, i kemi thot 3 fe dhe vetëm një atë dhe, një farë mënyrë po e parafrazoj, që tregon atë promovimin edhe rolin e prizëve fetar dhe rilindasve, por edhe prizëve fetar që gjatë historisë deri më sot që na kanë përcjell me porosi, me amanetet ndryshme që të harrojmë këtë trashëgimi për mua. Dhe me thonë thjesht është një trashëgimi dhe thesar i çmuar që ndoshta edhe popujt tjerë na kanë lakmi. Kjo patjetër se lidhet edhe me nacionalizmin apo jo? Po, për shkak se këtu ndoshta kanë ndikuar edhe faktorë të ndryshëm, mos të harrojmë që në vitin 1967 Shqipëria është shpall shteti i parë dhe i vetëm në botë si shtet ateist dhe këtu është dhe me thonë si shtet ateist i ka privu njerëz edhe nga feja, nga liria e manifestimit besimit dhe kjo pak a shumë ka ndikuar që njerëz në një ose tjetër mënyrë me pas dhe me thonë formën latente besimin me manifestu pra në formën të fshet, por gjithsesi edhe nacionalizmi ka ndiku sepse ideja që kombin me pa diçka primare në raport me fen, jo pse feja është më rëndësi se kombi ose kombi më e rëndësishëm se feja, sepse këtu unë mendoj që shkojnë paralelisht dhe secila ka vlera dhe atributet ndryshme dhe mbi të gjitha janë pjesë e identitetit të individit dhe identiteti sot ka të bëjë me një përshkrim psikofizik të individit dhe këtu të dyja i gjejmë tek individi, mirë po këtu ka ndiku marrë parasysh rrethanat historike, politike, ekonomike dhe shoqërore në atë kohë që nacionalizmi të jetë ndoshta primar dhe me njëherë pas lidhjes të Prizrenit, pra dhe me thonë vetëm fillojnë etapat e parë deri te krijimi i shtetit shqiptar në vitin 1912 e tutje dhe njëkohësisht edhe feja ka qenë e rëndësishme, por gjithsesi se edhe nacionalizmi ka kontribu në këtë sferë. Mirë po, si ilustrati këtu me dyja, ne kemi edhe një çështje e cila buron që sot na e njohim me termin si laicizëm ose sekular, dhe sot do me thonë në Kushtetuta e Republikës Kosovës si shtet në enitet, do me thonë e citon që Kosova është shtet laik dhe neutral sa i përket çështjeve të besimeve, që nënkupton në aspektin primar që shteti nuk ndërhyn në çështjet e organizimit fetar, po edhe feja që ka qenë në sistemin në sistemin teokratik, për shembull nuk ndërhyn në çështjet e rregullimit të shtetit, sepse janë institucionet ndame, mirë po bashkëpunimi nuk mungon dhe kjo falë dhe me thonë edhe prizëve fetar, komuniteteve fetare cilat janë vërtet
një thesar dhe begati e madhe edhe në Kosovë, por edhe në Shqipni dhe vende tjera ku jetojnë shqiptarë. Dhe kjo patjetër se ndërlidhet dhe harmonizohet edhe me ligjin ndërkombëtar apo jo? Po, konventa ndërkombëtare e para deklarata universale e drejtave të njerëzit në një ose tjetër mënyrë hyjezon që gjithë kanë të drejtë të respektojnë, domethënë të shfaqin besimin e tyre, të manifestojnë në formën publike, askush nuk ka të drejtë ja mohoj, domethënë besimin tjetrit, po ashtu janë dhe deklaratat e ndryshme ndërkombëtare, pastaj kemi edhe akte dhe instrumente tjera ndërkombëtare ku Kosova, edhe pse nuk është në fakt nënshkruese e shumë marrëveshjeve të tilla, akteve ose deklaratave ndërkombëtare, megjithatë ato i gjejmë te neni 22 nëse zgabojmë në kushtetutës si të potencume të cilat Kosova ka marrë një farë mënyrë një obligim që ato ti respekton dhe t'jenë harmoni edhe me natyrën e vetë shoqënisë dhe në kësaj domethënë ti respekton të drejtat dhe liritë e njeriut, të cilat janë universale, janë fundamentale, janë patjetërsueshme dhe një gjë e tillë domethënë është e akceptueshme edhe në kontekstin kosovar ku gjithë njerëzit kanë të drejtë të shprehin lirshëm domethënë mënyrën e besimit, mënyrën e manifestimit. Prej ashtu këtu domethënë dallime dhe ato normalisht që ato ekzistojnë sepse shoqëni pa kultura nuk ka dhe kulturë pa paragjykime nuk ka dhe çdo herë mund të jenë edhe paragjykime të ndryshme dhe kjo vjen si rezultat i mosnjohjes së kulturave, feve, racave, etnive e tjera. Momentin kur ne kemi një informacion dhe sot nëse analizojmë gjerë informacioni, është një lloj pushteti, është një lloj fuqie dhe në aspektin sociologjik konsiderohet si burim i pashteshëm pasi që përket natyrës jo materiale dhe kur ne kemi një informacion, normalisht që gjykojmë me një qasje tjetra dhe me një qasje tjetër dhe kjo është e rëndësishme pavarësisht dallimeve që mund t'i kemi me tjerët. Kjo është e rëndësishme ndoshta për me hap diskurse sociale në mënyrë që përmes diskurseve emancipohet shoqënia edhe vetëdijsohet shoqënia dhe ka një orientim tjera pavarësisht a na pëlqejnë neve apo jo mendimet e tjerëve ne duhet t'i respektojmë apo besimet apo bindjet e tjera. Zotri Kamberi, ajeti kuranor nuk ka dhunë në fe, e bën më se të qartë qëndrimin e islamit ndaj bashkëtesës fetare. Po ashtu e kemi Kushtetutën e Medinës, një dokument zyrtar, një kartë zyrtare, e cila ndër të tjera garanton edhe sigurin, mirëqenjen e jo muslimanëve në shtetin islam. Duke u nis nga vetë fakti që faktori fetar është mjaft i rëndësishëm në këtë çështje, si ndikon feja në rrujtjen e kohezionit social? Religioni, nëse him në etimologjinë e religionit, ka ardhur si rezultat i nevojës njerëzore. Edhe religionet e para për cilat flet sociologi famshëm Frank Emil Durkheim, animizmi dhe totemizmi, besimet në natyrë. Pastaj besimet në totem, në një objekt, ose kemi për shembull rastin e hinduizmit që besojnë ende në lopë, e shohin si zot ose i kanë dikun rreth 300 zota dhe janë ato kastat ndame që fjala kast portugalisht do të thotë rac, janë brahmanet, vishnjo, vadu dhe një kast tjetër dhe nuk i sanksionohen me ligj kalimi prej një kaste, janë një lloj shtresi, domethënë nuk mundet me dal. Atëherë tregon që ka ardhur si rezultat i nevojës njerëzore. Fjala religion zakonisht rrjedh prej fjalës latine religiare, që do me thonë të lidhësh, një lidhshmëri. Dhe sociologët janë mendimit që kjo ka të bëj me një lidhshmëri emocionale, fizike, metafizike, sepse është diçka përtej perceptimit ton dhe përtej 5 shqisave tona me një fuqi absolute që për secilin individ, shoqëni, grup shoqënor, komunitet ka një rol dhe rëndësi. Siç nënvizon Durkheimi, fet nuk kanë të bëjnë vetëm me çështje besimit. Fet thot nuk janë të rreme dhe nuk kanë të bëjnë thot me çështje të besimit, po ato kanë të bëjnë ose përfshin edhe praktikat ritualit. Pikërisht për shembull neve këtu na lidhet në rastin e islamit na lidhet me çështjen e namazit, na lidhet me çështjet tazojmë të agjerimit edhe shtyllave tjera të cilat të prisit fetar mund të shpjegojnë më gjithësisht. Mirë po, ajo që është e rëndësishme te feja është që
funksionet e fesë, përveç aspektit të kohezionit social cilët ju e nënvizun, pe funksioneve të fesë, padyshim që është edhe aspekti i solidaritetit social. Dhe në anën tjetër është edhe kontrolli shoqëror. Po ndalna pak të këtu 3 elemente. E para, tham kohezioni social, pse është e rëndësishme feja? Funksionalisti i njohur T.H. Lockman thekson se religioni është mjet i integrimit social. Përmes religionit njerëzit mund të integrohen, mund kenë, të më thonë, përveç aspektit, themi kushtimisht të mira ose së vapeve, në kontekstin islam, ata mund kenë, do me thonë, forcim të kohezionit social, përkatësi sociale, identitetit, njerëz mund të identifikohen me një komunitet caktuar fetar, dhe kjo padyshim që i forcon edhe lidhjet e tyre, apo siç thot sociologu i famshëm Ibn Khaldun, asabie ose ndjenje grupore ku njerëz e shohin veten që i takojnë një grupi caktuar, që me terma, do me thonë moderna, me përmbledh me termin e kapitalit social, ku individet ose komunitetet e ndryshme i takojnë një tjetrit, reflektojnë së bashku dhe krijojnë një lloj të ndjenjes të kohezionit social, duke i forcuar lidhjet e tyre, ndërmjet tyre e forcojnë edhe vetveten, e forcojnë edhe familjen, komunitetin, shoqërinë dhe shtetin e kështu me radhë. Aspekti tjetër është aspekti i funksionit të solidaritetit social, ku gjitha fetë në një ose tjetër mënyrë bëjnë thirrje për paqë, për promovimin e diverzitetit, do me thonë në vija trasha, po flas gjithmonë, janë ato urdhëresat e Mojsiut si në Bibël, po ashtu edhe në do me thonë libra tjerë të shenjtë, ku theksohet që mos vret, ndihmoj të varfrit, sillu mirë me prind, mos e dëmto veten, mos e dëmto të tjerët, dhe në një ose tjetër mënyrë krijojnë një lloj solidariteti social, solidarizohen për shembull edhe me të varfrin edhe me krejt. Edhe një çështje tjetër e cila ndoshta është edhe objekt studimi i sociologjisë të religionit, padyshim është edhe kontrolli social. Shpeshherë nëse him në analet e historisë edhe shohim që religioni shpeshherë ka ndodhur që është përdorur edhe si instrument nga politika, nga pushteti për me arrit qëllimin, dhe sulestat i kësaj, dhe më thonë, religioni ka shpërfaq konflikte, lufta, jo pse religioni është i keq ose i dëmshëm, po njerëz e kanë përdorur ose grupet e ndryshme ose lëvizjet fetare ose kultet e ndryshme, për shembull e kanë përdorur për qëllime të caktuara, dhe në kësaj është një, domethënë, është e njohur si domethënë si koncept edhe partikularizmi fetar, kur një grup i caktuar fetar, domethënë determinon karshi grupi tjetër fetar, duke thënë që vetëm feja jeme është më e mirë, më e drejtë, dhe në kësaj domethënë fillojnë ato finesat e parë të konflikteve të cilat mund të jenë mollë sherrri për zgjerimin e konflikteve të ndryshme, dhe kjo si ilustrat të instrumentalizimit të religionit. Raste të tilla kemi pas gjatë gjithë historisë, raste të tilla kemi pas edhe në luftën e fundit të zojmë edhe në Bosnjë, përveç aspektit territorial që është bo lufta, ka pas edhe elementin, domethënë, të konfliktit, domethënë, konfliktit fetar. Kemi rastin në Burma të Myanmarit, për shembull, persekutimin e muslimanëve nga vetë budizmi, kemi konfliktet që janë edhe në zonën e Kashmirit ose në Indi, ku ka konfliktet të ndryshme rreth komunitetit musliman dhe shumicës hindusëve, po ashtu e njëjta ka ndodhur dhe vazhdon të jetë një konflikt kronik edhe në Irlandën e Veriut, ku dikun rreth prej vitit 1986 deri në vitin 2002 rreth 6000 vetë kanë humbur jetën si rezultat i një konflikti, domethënë, në mes të katolikëve dhe konkretisht protestantëve. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në vende të tjera në Irak në mes të sunizmit dhe shiizmit, dhe kjo tregon që shpeshherë politika, pushteti në fakt, përmes politikës ka instrumentalizuar religionin duke heq nga një sferë paqeje, sepse feja në farë mënyrë është këshill, është bindje dhe është një çështje subjektive, sepse njeriu e shet diçka si të mbrëmshme, po që mund manifestohet në aspektin fizik përmes ritualeve, dhe është një lidhshmëri që unë shpeshherë në kuptim metaforik e quaj
lidhje online, drejt për drejt me fuqinë absolute, sepse nuk i nevoj me ndërmjetësu mi thonë një hoxhës ose një priftit ose dikujna që luto për mu, mirë po ti mund të lutesh vetë dhe mund t'i krysh ato ritualet cilat janë, dhe më thonë, vetë në sfondin e natyrës njerëzore. Po, zotri Kamberi, cilët janë ata faktorë shoqëror, cilët janë ato kushte shoqërore që duhet plotësohen për të arritur një bashkëjetesë fetare? Po, unë mendoj që kjo fillimisht duhet me u bo në familje. Pse? Familja konsiderohet agjensi i parë i socializimit dhe ne në një ose tjetër mënyrë gjitha modelet sociale i marrëm familje. Sipas teorisë njohur të psikologit kanadez Albert Bandura, modelet sociale kryesisht merren familje, sepse fëmiu nuk e din çka është vlera, çka është antivlera. Fëmiu e merr modelimin e nanës, babës, vëllezërve ose motrave ose axhallarëve ose familjes ose gjyshve dhe gjysheve të cilat jetojnë me ta, pa e bërë ndonjë selektim, sepse nuk e dinaj cili është selektimi, cila është më e mirë për ta, cila është jo më e mirë. Dhe në këtë kontekst, ai fillon ose ajo fillon domethënë me u pjekë dhe me kriju një personalitet, madje supozohet prej sociologëve se prej moshës 3 vjeçare deri në moshën 6 vjeçare fëmiu mban aq mend saqë pothuajse të njëjtën e tij nuk do të mund të mahet mend. Dhe kësaj domethënë për më pjek ato kushte të cilët duhet me forcu që unë e quaj bashkëjetesën fetare apo tolerancën fetare, padyshim që duhet më nis prej edukimit. Kam lexuar dikun që thuhet fëmiu edukohet 20 vite përpara se me ardhë në këtë botë, që a priori lën të kuptohet që kur prindët janë të edukum dhe edukata është një koncept shumë i gjatë që përfshin shumë aspekte që ndoshta nuk mjaftojnë me u thurë me pak fjalë, mirë po ideja është që edukimi të jetë i mirëfillt, të ketë një komunikim më të mirëfillt për shkak se komunikimi konsiderohet si çelësi i suksesit dhe në këtë mënyrë ne domethënë mund t'ju japim leksione fëmijëve tonë ose pasardhësve tonë ose gjeneratave të reja se duhet t'i akceptojmë, t'i pranojmë edhe vlera tjera të cilat nuk janë me neve ose ndonjëherë bindesh me neve, qoftë me besimin tonë, qoftë me ideologjitë tonë, qoftë me mendimet tona, duhet t'i pranojmë edhe raca tjera, duhet t'i pranojmë edhe domethënë diversitetin etnik, gjinor, fetar, social, kategoritë e ndryshme dhe vetëm në këtë mënyrë ne konsiderojmë që kemi arrit me i pjek këto kushte për me promovu ndoshta një lloj bashkëjetese fetare. Ajo që është e rëndësishme është që përveç familjes që është agjens i parë i socializimit, agjensi i dytë i socializimit në kategorinë sociologjike të këtyre agjensëve të socializimit, padyshim që është edhe shkolla. Shkolla është një institucion ku fëmijët, domethënë mësohen, përgatiten, zhvillohen në aspektin psikomotorik të tyre dhe krijojnë një mjedis social kulturor duke i parë edhe tjerë të ndryshme. Pra pedagogët kanë një rol të rëndësishëm me fëmijët e tyre duke i mësu ndoshta edhe ndonjëherë edhe jashtë kurrikulav se duhet parë për shembull edhe tjerë të ndryshe që janë duhet pranuar. Për shembull, është shumë e rëndësishme ku sot ne jetojmë në shekullin 21, jetojmë në kohën e globalizimit, jetojmë në kohën e diversitetit edhe fetar edhe etnik edhe gjinor, një lloj mozaiku dhe jetojmë në një epokë ku teknologjia informatike ka arrit domethënë pjedestalet më të mëdha në shoqërisë dhe sot pothuajse me një klikim mund komunikojmë me skajin tjetër të botës dhe është shumë e rëndësishme që sot ne të kemi ndoshta një lloj kurrikulin kuadër të kulturës fetare ose në kuadër të edukatës qytetare ose në kuadër të historive të feve që nesër një fëmijë joni ose ne vetë për shembull kur komunikojmë me etni tjera ose që kanë një religjion tjetër mos na bjen një shok kulturor. Për shembull për hindusët po t'ju servojsh, domethënë mish është ofendim për ta, sepse si perëndie konsiderojnë mishin e lopës dhe kryesisht shumica prej tyre janë vegetarian. Pra është më së nevojshme që edhe në kuadër të edukimit, pra shkollor, të flitet për historinë e feve në mënyrë që ne të kultivojmë dhe të ruajmë ndoshta me fanatizëm bashkëjetesën dhe tolerancën fetare e cila na ka përcjellë qysh herët dhe ka qenë një element ndoshta kryesor i cili shqiptarët nuk i kanë nda, por i ka bashku dhe i ka bo
thjesht i ka kriju një lloj uniteti social. Kur jemi te kjo pikë, kur jemi te raportet mes pakicave fetare është fjala, si ndikojnë këto raporte në rrugën e bashkëjetesës? Mendoj që këto raporte mund të jenë konstruktive nëse ne edhe si shumica dhe si pakicë, domethënë i pranojmë të tjerët ashtu siç janë. Dhe kjo ndodh përmes mirëkuptimit, dashurisë, tolerancës, përmes bashkëpunimit, përmes dialogut ndërfetar, përmes promovimit të aktiviteteve të përbashkët. Shembull, unë jam i thari promovimit punës në komunitet dhe në kuadër temës doktoratës e kam pas si temë zhvillimin e komunitetit, dhe komuniteti është një element tepër i rëndësishëm. Komunitet, kur flas kam fjalën kryesisht për njerëz të cilët mund të kenë fe, etni, gjini të ndryshëm apo ideologji të ndryshëm, po jetojnë me një vendbanim caktuar ose me një rajon ose me një fshat ose me një lagje urbane. Dhe komuniteti, për shembull përmes punës vullnetare, mund t'i bën gjithë një shoqërinë, gjithë njerëz ose ato grupe shoqënore që jetojnë në atë zonë dhe të promovojnë një punë vullnetare që e ka një të mirë përbashkët. Pra ideja është që të keni qëllim të përbashkuar qëllimi të puna vullnetare. Pra përmes mirëkuptimit ne e shohim që ai ose ajo flet një gjuhë tjetër, e shohim që ka një besim tjetër, e shohim që ka një ideologji politike, domethënë, dhe vetëm mbi bazën e kësaj ne konsiderojmë që mundet domethënë me u promovu ky thesar, kjo vlerë që unë e quaj edhe trashëgimi kulturore, dhe cila domethënë e kemi trashëgu brez pas brezi prej të parëve deri në ditët e sotme, dhe që besoj që akoma mund të jetë model ndoshta edhe për kulturat ndryshme, ndoshta edhe për popujt të ndryshme, sepse shqiptarët çdo herë kanë ditë ta promovojnë kulturën fetare, në kulturën fetare, diversitetin fetar edhe me komunitete tjera, dhe nuk janë rastet domethënë të ralla kur për shembull edhe shqiptarët azojmë të besimeve tjera, në këtë rast klerit katolik për shembull përmes kambanave kanë njoftu komunitetin musliman të asaj zone për iftar, ose për shembull në rastin e pashkëve, festave tjera, domethënë të krishtera, kur kanë uru prist fetar ose kanë marrë pjesë në manifestimin seriozistat i dialogut, tolerancës, promovimit dhe frymës fetare konstruktive. Po ashtu sa i përket komuniteteve, ne e dim që edhe komunitete tjera kanë religionet e tyre, dhe sfundi domethënë kemi pa që edhe projekt ligji, nëse s'gaboj, për fetë i cili ka kaluar në leximin e dytë, njeh dikun 6 bashkësi fetare, përfshi këtu edhe tarikatët, bashkësinë hebreje, kishën protestante, katolike, ato ortodokse, dhe bashkësinë islame që domethënë ka një shumicë muslimane, dikun sipas dhanave të Agjencisë Statistikave me 96% paktën janë deklaruar që i përkasin konfesionit fetar islam, dhe kjo e bën edhe më të bukur mozaikun dhe pluralizmin kulturor dhe fetar të cilën Kosova domethënë e ka. Kur jemi te bashkëpunimi ndërmjet minoriteteve, apo qofshin ato ose majorancë ose minoritet, ju e përmendet se kemi shumë bashkëpunim, kemi shumë mirëkuptim mes tyre, por mund të ndodhë ndonjëherë që kemi disa incidente të vogla ku shpërfaqet gjuha e urrëties. Çka mund të bëhet në mënyrë që kjo gjuhë e urrëties të shmanget? Gjuha e urrëties është një fenomen fatkeqësisht që ka kapluar edhe Evropën perëndimore, dhe pothuajse kjo ka orë edhe serioziteti i fake newsit, që tashmë është një fenomen i ri që ndoshta nuk mjafton me fol, ndoshta me pak fjalë. Mirë po, në këtë kontekst marr parasysh këtë vlerën thesarin cilën e përmendën disa herë dhe bashkëjetesën domethënë të komuniteteve fetare, etnike, cilat janë në Kosovë. Unë mendoj që rol të rëndësishëm këtu kanë vetë organizatat fetare, cilat janë legjitime për organizimin e jetës dhe shërbesa fetare në Kosovë, në krye me Bashkinë Islame, pastaj edhe ato tjera cilat i jezove, cilat janë kuadër të projekt ligjit për fetë,
si dhe vetë shoqënia e gjanë përmes vetëdijsimit, kampanjave ndryshme, dialogut ndërfetar, komunikimit, domethënë intenziv në mes të grupeve të ndryshme, dhe kjo për shembull kemi raste kur në disa shkolla ka edhe komunitete tjera pakicë që mund të kenë ndoshta edhe fe, mund të kenë ngjyrë tjetër, mund të kenë domethënë diverzitet ndryshëm, dhe ne përmes edukimit mirëfillt, përmes emancipimit, përmes ngritjes zonit, avokimit, përmes bashkëpunimit, besoj që edhe gjuhën e urrëties mundemi ta minimizojmë, sepse si fenomen ajo nuk pushon asnjëherë dhe çdo herë paraqitet varësisht prej situatave. Ndonjëherë vetë janë ata krerët fetar që me ose pa dashje ju hedhin benzin, domethënë këtij zjarri, duke shpërfaq për shembull diskurse të ndryshme të panevojshme që domethënë rreth identitetit tyre fetar e kështu me radhë. Mirë po, mendoj që si shoqëni kemi treguar dhe në të kalumen, po edhe kemi mundësinë edhe tani, pavarësisht faktorëve të ndryshme, pavarësisht situatave dhe rrethanave sociale të cilat kanë ndryshuar, dhe nuk jemi më në shekullin 19 dhe 18, dhe jemi në shekullin 21 ku teknologjia dita ditës po tutje dhe njeriu pothuajse ka arritur në pjedestalet më të larta të zhvillimit të tij, dhe mendoj që si shoqëni, si institucione, si mos pari si individ, ndoshta edhe si familje, mundemi që me kriju ndoshta një edukat, me instalu një lloj edukimi që duhet të shmangum gjuhën e urrëties, sepse nuk i takon një njeriu të shekullit 21 dhe është një gjuhë e cila minimizon raportet edhe ndërfetare, edhe ndëretnike, edhe ndër politike, edhe ndër shoqërore në përgjithësi, dhe përmes frymës së bashkëpunimit konstruktiv, përmes komunikimit të mirëfillt, përmes aktiviteteve të përbashkëta, përmes punës në komunitet që Kalimthi e përmena edhe më herët, besoj që edhe gjuha urrëties mundet me u minimizu, dhe kjo mund mu eliminu ato paragjykime të cilat ne mund t'i kemi për kulturat ndryshme, qofshin ato mikro apo makro kulturat ndryshme. Zotri Ferdi, për në fund le të kalojmë pak te një rrafsh kombëtar shkurtimisht. E dim se edhe Kosova, por edhe Shqipëria janë shoqëri të dalë nga komunizmi, i cili patjetër se ka lënë pasoja të mëdha. E dim se shumë prijes fetar janë ekzekutu, janë persekutu, shumë objekte fetare janë rënuar e të tjera. Çfarë mund na thoni lidhur me këtë? Sa ka ndikuar komunizmi në bashkëjetesën fetare në periudhën postkomuniste në dy vendet? Po, fakt, keni të drejtë, domethënë me rastin e Shqipërisë prej vitin 1967, atëherë kur është shpallën, domethënë si shtet ateist në botë, normalisht që kjo ka pasur edhe pasojat e saj dhe është dashur me u rikoperu këgja shumë. Tek vitet 90 kemi fillet e para, domethënë Shqipëni të zgjimit të aspektit fetar, ku domethënë në kohën e komunizmit shumë prej fetarë janë ekzekutu, janë internu, janë përdjek, janë linçu, janë anatemu, dhe normalisht që njerëz në një ose tjetër mënyrë ne kemi plot kronika dokumentar ku shumë besimtarë të feve, konfesioneve të ndryshme fetare, fenë kanë rujtë si trashëgimi, ndoshta në veti domethënë pa e thonë haptasi, pa e shpall publikisht, dhe kanë manifestuar në formën dhe mënyrat ndryshme. Mirë po, mas rënies komunizmit me krijimin e një pluralizmi, domethënë edhe politike dhe etnike dhe fetare të tjerë, ka filluar gradualisht domethënë edhe aspekti i sferës fetare me u ringjallë në korniza konstruktive. E njëjtë ka ndodhur edhe në Kosovë, mirë po për dallim prej Shqipërisë, këtu domethënë komunizmi ka qenë ndoshta paksa më liberal se atje, dhe këtu ndoshta Kosova ka një përparësi më të madhe në raport me shtetin shqiptar, për shkak se ai për 50 vjet domethënë ka qenë domethënë shtet ateist, dhe normalisht që njerëzit nuk kanë mujtë edhe me shfaq besimin, dhe normalisht që kjo ka ndikuar edhe në raportet fetare që të jenë shumë të ftofta dhe njerëz mos të çojnë kokën për besimin ose raporte tjera. Dhe kësaj mendoj që me ndryshimet dhe zhvillimet sociale të cilat janë bërë në Shqipëri dhe në Kosovë,
por edhe të shqiptarët e Maqedonisë dhe vendeve tjera. Ne shohim sot që shqiptarët, do të thonë, pavarësisht dallimeve fetare që mund t'i kenë latente, pra të shefta dhe shumë normale që secili mi pas ato dallime fetare konform besimit tina deri sa nuk i paraqet dhe nuk ja cënon të drejtën e besimit tjetër. Mendoj që shqiptarët janë sot modeli i tolerancës, unitetit, solidaritetit, social altruizmit, sepse altruizmi edhe pse koncept i kundërt me egoizmin, altruizmi është një parim virtyt i individit dhe kjo padyshim që këtu kanë kontribuar dhe faktorë të ndryshëm dhe sot ne i gjejmë shqiptarët pavarësisht besimit të tyre i gjejmë si unifikues dhe kjo vrehet edhe me rastin e ndihmave, me rastin e solidaritetit me të varfrin dhe kjo kallëzon për madhështinë dhe begatinë e këtyre vlerave të cilat i kemi trashëguar prej të parëve. Zotri Ferdi, urojmë që ky virtyt, kjo vlerë të vazhdojë deri në fund. Faleminderit edhe juve, kënaqësi. Miq të dashur, kaq kishim përgatitur për emisionin e sotëm. Deri në takimin e radhës, Esselamu alaikum.